Mirë, po gjithsesi Kurti insistonte në një koalicion me LDK-n, madje duke bërë dhe kalkulime se bashkë me LDK-n e bashkë me Nismën mund të shkonin në 80 mandate. Jepte besim Fatmir Limajt për ta pasur në qeveri, por nuk jepte besim për ta pasur kryetar parlamenti. Pra edhe këtu kishte një farë pikpyetje për çfarë i duhet kaq shumë Albin Kurtit kryetari i parlamentit. Kam përshtypjen që në atë intervistën që kishte në televizionin publik Esmeralda, në një farë forme kam përshtypjen që dha një lloj shpjegimi, që ndoshta mes rreshtave dhe mund të jetë ajo çfarë pak a shumë ne kemi diskutuar shpesh këtu në Kosovë në media, që ndoshta ka qenë eventualisht lista guxo, deri diku ndoshta edhe alternativa, por sidomos lista guxo ajo që duket të qenë një nga problemet kryesore pse zoti Kurti nuk ka arritur që të gjejë një lloj marrëveshje në atë që zoti Limaj tjetë kryetar kuvendi. Ke për faktin se ka pas pak naci tek lista guxo, duke qenë se ka një numër më të madh të deputetëve se sa Nisma, dhe është partnere e koalicionit edhe para zgjedhjeve, domethënë edhe kanë bërë fushat bashk. Faton Peci është njeriu i tretë me i votuar në lëvizjen e vendosje, dhe ndërkohë asaj nuk i është ofruar posti i kryeparlamentarit. Dhe mënyrën se si e shpjegoi zoti Kurti në atë intervistë, la të kuptohet se ka pas, me sa duket, ka pas pak naci tek lista guxo për një lëvizje të tillë, duke thënë se si është e mundur që t'i jepet një nga postët kryesore të shtetit një partie që ka vetëm 3 deputet dhe e cila ka qenë pjesë e një koalicioni tjetër, ndërkohë që një koalicion që i ka ndihmuar lëvizjen e vendosje ta ketë atë përqindje që ka në zgjedhjet e nënshkurtit dhe që ka dikun 5 apo 6 deputet nëse s'gaboj tani, të mos i ofrohet një gjë e tillë. Dhe mënyra si e shpjegoi la të kuptohet se kështu ka qenë pak a shumë problemi, edhe pse një gjë e tillë zoti Peci e ka mohuar në pyetjet që janë bërë shpesh gjatë paraqitjeve time mediale, sidomos pas seancave, por duket që ky ka qenë problemi, por e kemi thënë shpesh Esmeralda, një nga arsyet mendoj që po ashtu për lëvizjen e vendosje nuk ka qenë shumë e pranueshme pjesa asaj që zoti Limaj tjetë kryetar parlamenti, është edhe problemi i atyre asaj çështje se presidentit pas një viti, pak më pak se një viti tash. Sepse duke qenë se duke pas parasysh konstelacionin politik që kemi ne sot në Kosovë, dhe duke pas parasysh që nëse nuk bëhet një koalicion i madh i asaj çfarë ju thatë tazëm eventualisht LDK Nisma vetvendosje apo vetvendosje PDK, cilët në një farë formë edhe do të mund t'i arrinin votat e 2/3 e kuvendit për zgjedh presidentin apo presidentin e ri, atëre që të dyja palët në këtë rast e dinë që me arën e zgjedhjes së presidentit vendi do të shkojë në zgjedhje domosdoshmërisht, sepse s'ka si të bëhet ndryshe. Asnjëra palë si ka votat për ta bërë një gjë të tillë. Dhe në atë rast automatikisht kushdo që është kryetar parlamenti për 6 muaj do të jetë edhe president i vendit. Dhe realisht i shkon menjëherë posti i presidentit, ndërkohë që posti i kryetarit të parlamentit i shkon njëri nga nën kryetarët e parë. Kushdo që është, që zakonisht është nga partia e parë, këtë rast nga lëvizja vendosje. Dhe kam përshtypjen që edhe kjo është një nga ato elementet që ata nuk kanë dashur që zoti Limaj ta ketë këtë rol paktën edhe për 6 muaj. Nuk kanë qenë ndoshta jo se kanë ndonjë gjë kundër zotit Limaj, sepse ne në atë intervistën që po e përmendun ai pati fjalë miradije kështu për zotin Limaj, pavarësisht se dikur lëvizja e vendosje kanë akuzuar si ndoshta njëri më të korruptuar të qeverive të mëhershme, duke qenë se zoti Limaj ka kaluar nëpër disa gjykata për çështje korrupsioni, edhe pse është shvallur i pafajshëm, por në atë kohë kanë qenë ndoshta kritikët më të ashpër të punës së tij dhe dyshimeve që kanë pas ndaj tij për korrupsion, ndërkohë që tash pati fjalë të mira për komandant Çelikun, duke ju referuar edhe me Novkën që ai kishte në luftë. Kështu që domethënë jemi në atë situatë ku prap duhet ta them që të gjitha partitë Esmeralda faktikisht po merren shumë me interesat e tyre partijake personale se sa me interesat e vetë. Ja, jemi duke parë edhe ato foto që fole pak më parë Kosovë